Ndalemi tani në të tjera zhvillime. Në gjykatën e posaçme të apelit vjoi këtë të mërkur shqyrtimi i masës së sigurisë së arrestit me burg për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia. I pas 3 orësh apeli shtyu vendimin për të njëjtën në orën 10, ndërsa prokurorët e SPAK, Eltin Tumani dhe Olzdado kërkuan vimin e masës së sigurisë së arrestit me burg, ndërkohë që gjyqtari që shqyrton çështjen, Ngert Pullumbi, kërkoi më shumë kohë për shqyrtimin e argumenteve të palëve. Ndërsa kërkon lirimin kundrejt garancisë pasurore, kryebashkiaku Velia i kundërshtoi provat e reja të SPAK. Velia i ka pretenduar se SPAK i ka përgjuar një muaj bisedat familjare që sipas tij kanë të bëjnë intervistat në media. Ju nuk keni konsideruar provat e reja sulmet publike të Sali Berishës ndaj SPAK, mësohet të ketë deklaruar Velia. Gjithashtu Velia i kërkoi që seanca e tij në apel të zhvillohej me praninë e medias. Gjatë mbrojtjes së tij për rreth një orë, Velia i thotë se vazhdon të jetë kryetar i Bashkisë së Tiranës dhe i votuar nga rreth gjysmë milion njerëz, duke shtuar se i qëndronte çdo postimi që ka bërë në rrjetet sociale. Në seancën e së martës, prokurorët e SPAK, Dumani dhe Dado paraqitën prova nga përgjimet ambientale të Veliaj në qelitë e paraburgimit në qytetin e Durrësit. Apeli i posaçëm ka shtyrë për nesër seancën ku do të shqyrtohet kërkesa e Jola Xhoxhës për heqjen e sekuestros ndaj 2 llogarive bankare me vlerë rreth 850.000 euro. Seanca u shtyp pasi avokati Dritan Jahaj kërkoi kohë të njihet me akte. Xhoxha kërkon heqjen e sekuestros pasi argumenton se këto fonde janë të lishme dhe të ardhura nga burime të rregullta, duke kundërshtuar akuzat e SPAK që i konsideron të dyshimta. Jola Xhoxha është lënë në masën e detyrimit për paraqitje pasi po hetohet për disa akuza: korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor, pastrimi i produkteve të veprës penale ose vepër ngjarjes kriminale dhe fshehje e pasurisë. Ajo ka bërë rekurs në gjykatën e lartë për vendimin e apelit të GJKK-s që ka miratuar kontrollet në banesën e saj dhe sekuestrimin e celularit. Xhoxha ka kundërshtuar gjithashtu vendimin për kontrollin në apartamentin e përshtatur si magazin në Sky Tower, i cili u realizua në datën 3 shkurt. Pasuritë e Alda Kloset dhe ish-bashkëshortit të saj janë konfiskuar me kërkesën e Prokurorisë së Tiranës, pasi nuk justifikohen me të ardhurat e lishme. Prokuroria bëri me dije se konfiskimi i pasurive erdhi pasi ato nuk janë deklaruar në Inspektoratin e Deklarimit të Pasurive. Sipas prokurorisë, janë sekuestruar pasuritë si një apartament dhe një garazh, si dhe shumat financiare prej rreth 3.6 milion lekë të vjetra, $50.000 si dhe 462.000 euro. Alda Klosi, shefe në kabinetit ish-ministrit të shtetit për ndërtimin dhe programin e reformave, Arben Ahmetaj, është shpallur fajtore për fshehje pasurie dhe e dënoi atë me 2 vjet e 6 muaj burgim. Arrestimi i saj erdhi pas denoncimit se pastruesja i kishte vjedhur shumën prej rreth 500.000 eurosh.